Përshëndetje, miq të dashur. Mirë se vini të ngellin në analizë. E pash një debat të Ganimet Musliut, për ndryshe Gango, siç e thirrë unë, pas ka bo ka gjatë farë kritikat të pa arsyetueshme në farë mënyrë me thonë, po ma mirë shkojmë të dëgjojmë miq e të diskutojmë së bashku, i lutem. Se ne i tregojmë se kush e ka mirë, kush e ka keq, sipas mendimit tem gjithmonë, Shkojna miq. Tendenca për denigru luftën shqyrtare është e dështuar, tash ka filluar edhe degradimin e vlerës familjare. Dhe na këtu duhet jemi shumë kujdesshëm, dhe të vëmendem prandaj sot ju bëj thirrje të gjithë prindërve, të gjitha familjeve që të jenë të kujdesshëm ndaj fëmijëve të tyre. Edhe për ta fëmijëve kam fjalën për këtë pjesën e adoleshencës, sepse ata ndikohen, nuk ndikon au, nuk ndikohet rangu jëtë ose i dikujt tjetër. Sot janë bërë pjesë e fushatave linçuese të Albin Kurtit në sulm të çdo vlere që kam këtë vend. Dhe po ti a din çka ke bëu ti o Gane? Në parlament, në mbledhje zyrtare, në populizëm, në debat. Ti po fol për moral, të lutem mo. Po shkona miq se e diskutojmë. Pastaj mashtrimi që tentoi t'ia bëjë qytetarëve në emisionin ku ai është paraqitur me pyetjet që vetë ka dërguar në atë emision. Mashtrim, kryeministri. Dhe po sa Miloš Takun, këtë rast kryetari i komunës së nëse ka dërguar pyetjet apo jo, këtë nuk e dim. Dhe realisht sa shumë dhe unë mbaj përgjegjësi për atë tham, nuk e tha, ti u rrini pa problem. Sepse është krijuar një tendencë kështu nga po them gjitha partitë politike edhe nga të tjera që të sulmojnë në raste të caktuara gazetarë. Gabimi i parë që e bëni ju është që na bëni tonëve njëjtë, se nuk jemi të njëjtë. Mirë ki. Kjo nuk është në rregull. Ja, këtu në pajtona plotësisht me ty që nuk jemi këtë njëjtë. Shumë e vërtet. Sepse ju jeni ju, lëvizja vendosje është lëvizja vendosje. Është kristal. Ndërse ju e dini. Po nuk po dia mirë të lëshu që tash, a pak ma vonë. Jo, shkojmë edhe pak miq. Unë është me hodë gjitha partitë politike, sepse sulme që kanë ndaj media dihen ku e kanë adresën, dhe ju kisha lutur fort. Me që më ndërprit, jo, të lutem. Më ndërprit mendimin që ke shtë dhënë, po nuk lejoj që me na përgjithsu. Jo, adres ka, secili problem Kosovë ka adres. Ka kalu koha kur thoni tana partitë janë njëjtë. Jo, koha sa kalu. Tana partitë, pajtona që si njëjtë, edhe njerë po të arri përsëris. AK, LDK, PDK, sidomos ju jeni diçka ekstrem. Me gjithë po më pritet, me të lëshu disa gabime tua që ti ke bo, Gane. E ti po del po fol për moral. Ti po del po thirrë rinist. Jo, be çfarë. Shkojna. Ajo ku ka përëndu, se nuk jemi gjitha partitë një. Dihet, ata që i sulmojnë mediat kanë adres. Të kthehemi të tema, po nuk e bën edhe Tash prit. A je që tu ti? Me qitë kulturë Gane, ti po bën thirrje rinisa, a monit kohët. Ti, me qitë kulturë, për që s'po të kallëzoj. Jo, duhet me kallëzu. Jo, s'po tutët kërkush. As ty, as atina, as ti kërkujna, as ka nevoj me tutët, jeni në debat. Më ku është kultura? Ku respekti jëtë? Pse po shpif? Pse po gënjen? Shkojna me tjetër miq. Edhe reformën që është të ndërmarrë Gone. Ministrinë e Bujqësisë është të bërë reformë. Çfarë do të gjykate? Go. Shire. Për me nalë reformën në ministri. Nuk. Gone, çfarë kulture? A je ti që kjo që dele shet në për televizione kamuflazhe më stonë e fjallë tjetër?
Ti po jap kultura, gana, poshtë zoti. Ka zëri nis, që ty në që i bën thirrje, thuj më falni, unë e kom bo kështu, kom gabu, në regullim. Po, ju s'bën me bo kështu. Ti e ka më përqarje, oj gane. Oj gangsterja për të kësë, ti e ka më përqarje. Nga gjinia feminore. Gangsterja kom fjallin. Që ka gjinia mashkullore, dijet kush është për të kë. Ti po del po shet men. Po me atë tërshmja, miq, nga ona e Ganimet e Musliut, që dele shet këtu, po lavra, s'po du e përmenat fjale që se nuk po du, gone miq, shikone me sytë e juj. Si ju, nuk e shes ftyrën time për një pozitë, qoftë ajo dhe pozita e presidentës. Aje ka të me vjellës në shkrimin që se konë mësim. Partisë Demokratike dhe Mësim. votuesin tim për një pozitë, e mbin që tha, nuk trautoj interesat kombëtare për një pozitë Gone. qoftë ajo dhe pozita e presidentës. A është kjo tradhti kombëtare? Mos me konë parlament, veç me arme që në shkrim me shkue? Tregoje poplit. Tregoje votuzve tu, për ata që se kam pa. Se ka shumë nga una PDK-s që e shofin, po i mshelin sytë kështë se kena pa. A më kështu s'bon? A jeti që kjo, që e shet vetën. E delëm qëtë në televizor më jep moral, jone nuk shita, jo nuk blena. Ka dalë more se ka dëshmi, jo me një, po me dy. Ka të mos e gëtë se ka një dëshmi sa të dush, shfajgane. Po prit të këshirëm kur e qëtë në shkrimin. Ganimet e Musliut, nuk e shes ftyrën time për një pozitë, qoftë ajo dhe pozita e presidentës, nuk trautoj votuesin e Partisë Demokratike dhe votuesin tim për një pozitë, e mbin që tha, nuk trautoj interesat kombëtare për një pozitë, qoftë ajo dhe pozita e... Që ku në shkruan, miq? Shkoj dita. E mur ditën miq pa konë hiq. Mësim, po i thëmë, apo në punë. A pesheni miq të dashur se kush del edhe jep moral nga ona PDK-s. Kush del që e gjunë i ministrë me ujë i thot pis, vetëm pse i argjitën fjallë, s'ka që ka thot. Vojzoj, Faton Peci, për punë, juve ju monim gjë. Dvogël, jo të madhin, po dvogël. Sepse, po të regon, në 5 ora, di këqyre e kin aksion, Mitrovicën e Veriut. Shko këqyre që ka po Mitrovicën e Veriut. Mos dirë me shqitë të pra Allah monit koftë, se nuk të lomë. Jo ty, për asë një. Boll, kini gëny që 25 vjetë. Boll. Qa është boll, veç me realitet. Po shkojna miq, që doni, e ngojme dhe pak, se kalon histori kjo. Jo njëjtë zonja Musliu kur thoni se i ka dërguar vetë pyetjet ta nuk jo kjo Çfarë shpifje? S'po du me fol fjallë që së më përkasin. Thot kryeministri, ja ka që fjallë vetë atina, që ka donë këj me fol. Që ti çfarë shpifje, çfarë nivelli ullë. Qështu do me marrë vote ja? Po, për asim tuve i merë, s'ka diskutim. Sa ta dhe me dasht, mos me ta dhe votën, s'kanë qare me ta dhe votën, sepse... Shkojna mi, shkojna. Mirë, e qartë, me nuk e në si, me gazetarin. O, kjo thot se kjo është gangstere, o i gazetare. Mos e mërti me këto se kjo është gazetare, kjo është gangstere. Gazetare ndëruar, që s'po t'njo s'pe di ku që. Mos e mërti me to se kjo bën çka donë vetë pik. I mësu këta. I mësu për dhe këja, a këja, le dhe këja me bo që dojnë vetë. A më ordhaj, tap, 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 tap. S'ka ashtë në mu. Ki kujdes, kam shumë respekt për se cilin gazetar që e kry punën e vetë. Po, Ja, respekt ju të po. Respekt ju të po. E vidhe në shkrimin, e more ditën. I the një kryeministri, i gjujt e ujnë ftyrë, i the ati e pis,
para televizioneve. O po kultura jote. Po shkojna. Avukat djallit nuk pranoj më bë kërkush kur është bashkë. Nëse është djallë dikush këtu, mu po mdel që ti gane. Po foli me keqardhje, ti po fol pa keqardhje, po ne po thon me keqardhje. Nëse je djallë që ekziston dikun, je ti. Pse? Sepse ti je shpifja më e madhe e PDK-s. Ti je shpifja më e madhe e PDK-s. Këto a dinë ti vetë. Unë po ta dokumentoj. Kështu që s'po thom unë, po thojnë faktit. Unë s'po i thom këto sane. Unë vetë po i recitoj, edhe po të rikujtoj. Se e dalë para vote, me fendu kryeministrin, me i votu se kryeministrit, këtu ka dale. Se na nuk hajmë bari. Edhe na hajmë bukë si kur ti. Kështu që ka dale. Edhe njo, a jeti që kjo që thëjshë bëjshë amin, amoni, kof, poshtë, thmin, poshtë, mos jap një pare për ushtri. A jeti që kjo ajo, a ke harru, në nënë Gjermonisë. A është ajo tjetra sekretarja juj, që e fëndoj ke atë mjasharin. E jo po del po shet një morale, amoni, kof, moni bëse zbën. Moni bëse zbën. Se e dim kush je ne, e dim kush je. Pikrisht për ty po folëm, e dim kush je. E din çfarë shpif se je. Po flasëm politikisht, bjeta private të shka të po flasëm për politikë. Mos keq kuptohem. As s'kom kur gjë kundër teje, absolut, mos e po zot. Veç për politikë. Po shpif shumë gane, është turp. Leja pak nerë veti, sa do, leja pak nerë veti, më falni. Nuk bëmre me degradu vetën? Une me konë Ganimete Musliu, unë i kësha lënë politikën. Edhe i kësha këthyjetës normale, e kësha fitu ata që e këm hupë. E ke hupë njerën kretë, gane. Vetëm për një grësht vota. Vetëm me jabot qefin dikuj tjetër. Këta e din të shumë mirë. E dim edhe një shumë mirë. Bisedim me mu. Dhe kthehem tek pyetja që ma bone për kërkim falet që ka kërku. Zoti Lushtaku e ka paralajmëruar publikisht si mbas ligjit që shëdon ligji, e ka plotësu kërkesën ligjore që e para është me kërku publikisht që ai me distancu për deklaratës vet dhe me kërku publike në mënyrën se çfarë. Hajde mafi, hajde. Një shqyplakgji, një bokser, me dalë me kërku falje, kryeministri këtina, pse ka rre një minister të lëvizjeve vendosje, a i një menë mërë ju? Po është lumin zot a i një menë. Së di, s'pe e kuptoj. Këto se pasan një asë njëre. Këto se në gare që ka për i thuti, këto i bonë vesh një mafi, një mafios. Që shtojnë fjallë për lorë të na, të rejës le me kajtë. Aja ko ka maru, që shteti ma heret. Aja ko ka maru. Mi se dashër, kjo është e vidi për sot, mire po shumë vitë radhës, zotë i rujtë miq, anë e mbajnë botës. Ganimete dhe ty zotë rujtë, pa kur farë ofendimi, thjesht po të kritikoj me fjallët e tua, me punët e tua, me veprat e tua, qka ti i ke bo. Edhe po del po shetë moral, të dyja nuk shkojnë bashkë. Edhe halali, edhe harami, bashkë nuk shkojnë. Kështu që unë ju përshëndes, mire po shumë miq.